Përshëndetje gjithëve, kthehemi në podcast do të fokusohemi në Selim Blu, në protestën, por edhe angazhimet që kanë ndodhur së fundmi me lëvizjen Saliani, por edhe atë të ish kryeministrit njëherëzi dhe kryetarit të Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Është me mua avokate Alesia Balliu, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. A ishte dje në protestë? Jo, unë nuk isha dje në protestë. Pse kjo zgjedhje? Sepse ju keni thënë që do të merrni pjesë tek takimi Salianit që zhvilloi para ca ditësh në Elbasan. Mora pjesë, isha prezente tek takimi. Dhe ndërkohë Saliani ishte pjesë e protestës ditën e djeshme. Unë isha pjesë të takimit Salianit ku ishin demokratët e thjeshtë që duan riformimin, bashkimin, por mbi të gjitha duan Partinë Demokratike forcë parë dhe fituese. Arsyeja pse unë nuk shkova tek protesta është sepse kjo protestë nuk pati një kauzë, dhe unë ndjek kauzat, nuk mund të ndjek interesin personal të një personit vetëm. Dje u premtua që do ishte një protestë ndryshe nga të tjerat. Ne pam të njëjtën gjë, 20 vite e njëjta këngë, i njëjti refren. Hypën Berisha në podium, mbaron hallin e vet personal, se ishte i thirrur edhe në SPAK dje, përkoi dhe me datën e protestës dhe shkoi po në shtëpi. Unë jam për demokratët të kenë një alternativë, jo të kenë një lider i cili bën pozitën e qeverisë. Çfarë mendoni që nuk shkoi mirë te protesta atje? Atëre, protesta ishte e njëjtë me protestat e viteve të kaluara, vetëm se mungonte Lulzim Basha. Nuk është se kishte ndonjë risi tek ajo protestë, nuk kishte interes për një kauzë, nuk ishte proteste e cila kishte qëllim real rënien edhe rrëzimin e Edi Ramës. Ajo kishte qëllim real mbrojtjen e Sali Berishës nga SPAK-u. Pse thoni këtë? Pse pikërisht është kjo arsye? Është arsyeja sepse protesta do qëndres. Dhe pa diskutim aty nuk pati qëndres. Pati vetëm një parad mode të bërë për interesin personal të Berishës dhe pastaj gjithë u larguan. Qofse ti do të rrëzosh një diktaturë, një regjim, duhet të kesh qëndres. Dhe protestuesit duhet të jenë në shesh për kauzën morale. Për pa diskutim Berishës i ka humbur kauza morale pasi Sali Berisha ka të njëjtin standard që ka qeveria e korruptuar e Ramës. Po ashtu mbaj mend që në foltorët e fundit që ka bërë zoti Berisha në disa qytete të vendit, në Mirdit edhe qytetarët edhe eksponentët e Partisë Demokratike, militantët e thjeshtë i thanë që neve kemi nevojë për protesta qëndrestare dhe jo protesta parat, siç e thatë dhe ju, që shkojmë në bulevard dhe tikim. Pse pikërisht nuk bëhen këto protesta të qëndrueshme, edhe pse më herët zoti Berisha artikuloi vet me gojën e tij që do të ketë protesta të vazhdueshme, do ketë deri dhe grevurie. Që të kesh standardin për të rrëzuar një qeveri të korruptuar, ti minimalisht nuk duhet jesh i korruptuar vet. Nuk duhet jesh i pandehur vet. Dhe pa diskutim, arsyeja pse Rama sot është në pushtet është pikërisht sepse atë protestë e drejton Sali Berisha. Pasi qeveria e Ramës gja ka rënë. E vetmja gjë që duhet është të jetë populli, masa për kauzën dhe të jenë qëndrestar për demokracinë, por mbi të gjitha për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por këtë kauzë nuk e udhëheq dot Sali Berisha, pasi Sali Berisha si mungon kauza morale. Një korruptuar nuk mund t'i bëj moral një të korruptuar, një qeveri të korruptuar. Sepse ti zotri je non grata nga dy shtetet më të mëdha partnere të Shqipërisë. Ti nuk mund ta prish Partinë Demokratike në fitore. Pasi gjithë trajektoria e asaj çka sot përfaqëson Sali Berisha është vetëm interesi i tij privat dhe personal. Premtoi në foltore numër 1 që figura do ishin të rinjt dhe figura kishim po Albana Vokshin, po Flamur Nokën, po Kasën e Vjetër. Premtoi bashkimin me demokratët, bashkimin e bëri me Metën me Dulen. Premtoi që ta rrëzonte Ramën. Ramën e ke akoma kryeministër. Premtoi që nuk do t'i njifte zgjedhjet dhe nuk do hynte te ky parlament i krimit. Ndërkohë çfarë bëri? Kokën ulur, 11 maj, Sali Berisha hyri në parlament. Mos mjaftonte kjo, humbi zgjedhjet lokale. Prap nuk dha asnjë shpjegim për demokratët. Dhe më e turpshmja nga gjithë këto ishte zgjedhja e avokatit popullit. Aty humbi gjithë kredibiliteti moral i Sali Berishës. Njeriu që luftonte Sorosin, duke vënë personin e Sorosit të propozuar nga firmat e deputetëve të Sali Berishës, të rrogtarëve të Sali Berishës, për ta bërë Endri Shabanin avokat populli. Dhe Juda, pa diskutim,
që i përshëndeti duke i dërguar puthje demokratëve. Dhe këtu prap fajtor është Rama, jo zotëri. Këtu fajtor je ti, këtu fajtor është grupi jot parlamentar, këtu fajtor jeni ju që e propozuat, se me votat dhe me firmat e juaja, sot Endri Shabani është avokati i të gjithë kasës politike të korruptuar. A është e mjaftueshme ndjesa publike që shprehu zoti Berisha lidhur me këtë rast? Pse ndjesa publike e Sali Berishës duhet jetë e kuptueshme dhe një antar i thjeshtë jo? Pse vetëm Sali Berisha në atë parti ka të drejtë kërkoj falje, të bëj gabime dhe gjithmonë mos gjykohet? Pse një antar i thjeshtë nuk e ka këtë të drejtë? Njëjtën procedurë ndoqi edhe me Bashën. Ju kërkoj falje, keni të drejtë dhe vazhdojmë. E njëjta procedurë edhe me avokatin e popullit. Por deputet të cilët nuk din se çfarë firmosin, si mund të përfaqësojnë qytetarët? Kur ato nuk din për çfarë hedhin firmën. Apo jo? Vërtet. Ato nuk janë deputetët e popullit. Ato janë deputetët e kryetarit dhe harrojesh ato firma të jenë mbledhur pa djeninë e Sali Berishës. Sali Berisha di çdo gjë në atë parti, komandon çdo gjë në atë parti. Si nuk di ka Sali Berisha për kë hedhin firma deputetët e vet. Kjo tregon prap një lojë të pisët, një lojë që është bërë në kurriz demokratëve të thjeshtë dhe është bërë duke vënë Endri Shabani, njeriu e Sorosit, armikut të Partisë Demokratike sipas zotit Berisha, avokatin e popullit. Me një busull që rrotullohet në shumë drejtime, cili mund të jetë fati i Partisë Demokratike? Fati i Partisë Demokratike pa diskutim që është udhëheqi demokratët drejt fitores. Por që ta bëj këtë Partia Demokratike duhet pa diskutim të pastrojë shtëpinë e vet. Pa pastruar shtëpinë e vet nuk mund të arrijë fitore dhe pa pasur një riformatim Partia Demokratike me intelektualët mirëfillt, jo me pseudo demokrat si që është Noka me Shok, pa diskutim që ajo do jetë një forcë fituese. Jo më larg se sot, në konferencë për mediat, i pyetur nga gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, referuar edhe zoti Saliani, tha që ai është vetë përjashtuar me lëvizjet që ka bërë së fundmi, me ato takime që ai ka bërë në disa qytete, në një për cilës ishit dhe ju. Si e pat këtë lloj qëndrimi të tij? A e ka Partia Demokratike luksin për përjashtuar njerëz, edhe njerëz taft siç është dhe Saliani në këtë rast? Tani Partia Demokratike ka luksin të shpiki terma si të vetë përjashtimit, siç i do zoti Berisha sa herë që i duhet një term i ri për t'i shërbyer vetëm interesave të tij, që do të thotë. Kur i duhesh Neni Basha, më lejo të ta kujtoj pak, e shpiku Neni Basha që thoshte elektoratit turmës që kryetari që humb zgjedhjet jep dorëheqjen. Por pa diskutim ne kemi parë që nenet në këtë parti nuk ekzistojnë. Dhe pa diskutim ato nuk respektohen, sepse po t'ishin respektuar, zoti Berisha nuk do ishte tashmë në krye të demokratëve, apo jo? Sepse sipas Nenit Basha, ai duhet jepte dorëheqjen dhe nuk duhet rigaronte më. Apo e kam gabim? Kryetari që humbet zgjedhjet. Tani, duke parë që Saliani po ndiqeshe nga rinia, duke parë që Saliani e zgjoi PD-n, duke parë që Saliani kishte frym, ai shpiku termin vetë përjashtim, që pa diskutim mos e kishte Salianin konkurrent, sepse Berisha nuk do asnjë person i cili ka një mendim ndryshe. Ajo si term ka vetëm emrin Partia Demokratike. Po për sa kohë është Berisha në krye, Demokratike aty nuk ka asgjë. Dhe këtu dua të kujtoj prapë primaret, Shënqare Kunkuna derova, ai që fitoi primaret nuk u fut në listë as të hapur, as në listë mbyllur. Kështu që pa diskutim që vetë përjashtimi i zotit Saliani është si ato fabulat cilat tregohen nga një, nuk doja ta përdorja termin plak, po plak i moshuar që fëmijët ta dëgjojnë. Po tani i rritur nuk mund t'i besoj. Sepse fabula ngel fabul dhe është fabul imagjinare, e krijuar për të dalë nga situata, zoti Berisha. Ju referuat Elbasanit aty ku ju aderuat, ndoshta kjo mungesë korreksia nga zoti Berisha për përfshirë në lista ata që fituan primarit, një përfitim i mëhershëm i tij, solli dhe rezultatin që ishte një nga më të këqit i këtyre viteve? Ai ka qenë humbja historike e Elbasanit dhe pa diskutim që do merrte humbje historike për sa kohë nuk ishte i përfaqësuar nga
nga demokratët dhe nga zgjedhja e tyre. Këtu dua të kujtoj zotin Sula që ishte fituesi dëshira e demokratëve që ai të ishte pjesë e parlamentit, por nuk ishte dëshira e leadershipit. Kanë qenë disa motivacione që Elbasani humbi, kanë qenë motivacione të ndryshme, një ndër më kryesoret mungesa e përfaqësimit, që do të thotë Cerriku, Belshi, Gramshi, Prenja, Sili Brazhdi, nuk kishin përfaqësues. Ato kishin vetëm 2 nga Tirana dhe 3 ishin nga Elbasani. Pjesa tjetër pastaj flas për 5 e listës mbyllur, sa aty nuk u mora as 5 listës mbyllur, morën vetëm 4. Kështu që duke pasur një mungesë përfaqësimi të listës, absolutisht do ishte ai rezultat. Unë e kisha parashikuar, e kisha thënë edhe në media dhe ashtu shkoi. Sepse nuk mund të kesh një rezultat mirë kur ti lën zonat e papërfaqësuara duke sjellur qokat për t'i futur në parlament pa mund, pa punë. Meqense se jemi akoma tek Elbasani, unë përmend edhe pak më parë takimin që zoti Saljani zhvilloi aty, të cilën zoti Berisha tha që e ka organizuar me ndihmën e Suel Çelës. Ju vetë ishit prezente. Sa qëndron kjo hipoteza, apo është një alibi ndaj zotit Saljani, kjo e krijuar pikërisht nga zoti Berisha? Tani, unë kam qenë e vetmja femër në qarkun e Elbasanit që e kam denoncuar Suel Çelën me emër mbriemër nëpër televizione. Dhe pa diskutim kam qenë e vetmja që i kam dalë përballë. Dhe kur vjen puna, unë isha me Saljanin te ky organizimi në të cilin ai e bëri me demokratët e thjesht, ku unë kam marrë pjesë të organizimi, ku kam njoftuar njerëz që të vinë për organizimin e zotit Saljani, dhe është një akuzë e cila është pa baza. Qofse Sali Berisha ka një provë vetme që ky takim është zhvilluar nga Suel Çela, pa diskutim do jem unë e para që do ta sulmoja zotin Saljani. Po kjo është një akuzë pa baza. Kjo është një akuzë imagjinare. Kjo është një akuzë vetëm për të mos folur më persona si zoti Saljani që marrin iniciativa dhe që janë një zë ndryshe në Partinë Demokratike. Dhe zoti Berisha ka taktik që kundërshtarin ta sulmoj, të shpiki derisa ta denigrojnë në publik. Por kjo nuk është e vërteta. Kjo është një interpretim që zoti Berisha kërkon t'i bën te foltorëve të Saljanit për t'i dhënë fund dhe për të shpikur atë termin që thashë që është vetë përjashtimi nga Partia Demokratike. Politika dhe në vende që kanë një demokraci të konsoliduar, ka parë që ka dhe kalime të postit partijak, në të rast kryetarit, nga kryetari tek fëmijët e tij. Kemi rastin e Amerikës me zotin Bush. Ka një hipotezë së fundmi që në krye të Partisë Demokratike mund të vizë zonja Argita Maltezi. Sa do e dëmtonte apo do e forconte kjo Partinë Demokratike? Që do ta forconte, unë nuk e shoh fare si forcë, e shoh si një denigrim pastaj të Partisë Demokratike. Jo për shkak të figurës së zonjës Maltezi, sa mund të jetë një profesioniste dhe një zonjë e nderuar në profesionin që bën, po për shkak që kjo parti gjatë gjithë kohës flet për garën, flet për demokracinë, flet për punën dhe pa diskutim që kjo parti të jetë më e madhe dhe kjo parti të hapet, pa diskutim që duhet gara, nuk duhet ta trashëgosh. Pasi ka individ të tjerë që kanë vite në atë parti dhe mund ta bënin atë një parti fituese. Zonja Maltezi mund të ketë kontributet e saj në fushën e jurisprudencës, por jo brenda Partisë Demokratike. Ta ndajmë pak profesionalen e zonjës Maltezi nga politika brenda Partisë Demokratike. Fakti që është vajza e Sali Berishës nuk do të thotë që duhet jetë pasuesja e tij politike. Sa të rëndësishme janë ndryshimet në reformën zgjedhore dhe ato territoriale, 2 nga komisionet parlamentare që janë ngritur, por që opozita ka treguar që do bojkotojë? Për mua nuk kam fare rëndësi, pa qenë vullneti politik i politikanëve për të ndryshuar dhe për të bërë një klasë politike më të mirë, për të bërë shtet dhe jo për të ruajtur pushtet, e theksoj këtë se është shumë e rëndësishme, asnjë lloj reforme nuk ka rëndësi. Se u bë me Senat, u bë pa Senat. Ose u bë me Senat për të shtuar apo për të mbajtur X-in, Y-in dhe 6 vite të tjera. Është e rëndësishme që politikanët kuptojnë që në politik kanë hyrë për të shërbyer, nuk kanë hyrë për të pasuruar, nuk kanë hyrë për të bërë korrupsion masiv, kanë hyrë për të shërbyer qytetarëve.
Dhe pa diskutim, thelbësorja është të bëjmë shtet, jo të ruajmë pushtet, se sot ne po ruajmë pushtet, nuk po bëjmë shtet. Se po të bënim shtet nuk do kishim këtë rezultat. Se SPAK-u po godet PS-n, po PD-ja pse po bie. Pse po e merr me vete? Dhe Partinë Demokratike. Kjo është pyetja. Pse nuk frymëzon Partia Demokratike? Po pikërisht pra, se ta thash që të fitosh mbi kundërshtarin nuk duhet të kesh njëjtin standard me të. 2 akuza Belinda në SPAK, 3 Berisha. Dhe pa diskutim, votuesi shqiptar thotë që do votoj unë, do heq një të pandehur për të sjellë në pushtet një të pandehur tjetër. Në Partinë Politika Demokratike për mua është moral. Prandaj ta thash edhe një herë, vullneti i politikanëve për të ndryshuar dhe për të bërë shtet është më i rëndësishëm se të ruaj pushtet. Statuti i Partisë Demokratike tregon që do të ketë zgjedhje së shpejti, më së largu në pranverën që pritet të vijë. Statuti thot zotëri që kryetari që humbet zgjedhjet nuk duhet rigaroj. Statuti nuk e ka termin vetë përjashtim, zotëri. Për kë statut po m'flet? Se nëse po m'flet për statutin e PD-s, flasim. Nëse po m'flet për statutin në mendjen e doktorit, nuk di çfarë të them, sepse ai është një statut që ai ka ekskluzivitetin t'i heqë termat, t'i shpiki termat dhe të bëj sipas dëshirës personale dhe private. Dhe për atë lloj statuti nuk kam çfarë përgjigje të t'jap. Partia Demokratike thotë që gara e brendshme është e shëndetshme brenda një partie dhe ajo e elaboron këtë gjë. Por nga ana tjetër ka dhe garë brenda për Këtej më flet për garë të brendshme, këtej më thua në një pyetje tjetër që mund ta marrë zonja Maltezi PD-n. Është pak kontradiktore kjo. Këto janë zëra. Po pikërisht pra, këto zëra nëse kjo është Partia Demokratike, duhet të jetë kjo gara. Apo jo, duhet të ketë zgjedhje të lira, se këto po kërkojnë qeveri teknike për zgjedhje të lira, të ndershme. Si do ta trashëgojmë postin këto? Kur zgjedhjet e lira dhe të ndershme i kërkojnë te kundërshtari, po nuk i aplikojnë brenda vetes. Si do ta japësh shembullin ti? Kur shembulli fillon nga vetja, pastaj shkojmë te tjetri. Apo jo? Në vërtet. Por pikërisht për të qëndruar te kjo gara, presupozojmë që zoti Berisha e ka deklaruar që do të jetë një nga kandidatët për të qenë përsëri në krye të Partisë Demokratike, do të ketë dhe kandidatë tjerë të përfshirë. Sa do i njohë rezultatin, duke qenë se edhe zgjedhjet nuk është se i njeh. Nëse ai garon, nuk ka nevojë për ta njohur rezultatin, se rezultati është i ditur. Që do jetë po ai. Që nuk është se do kesh ndonjë surprizë. Unë po flas nëse do ketë realisht demokraci dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po nuk mund të bësh zgjedhje të lira dhe të ndershme brenda një partie që nuk respekton statutin e vet. Se ti që kur e ke kandidat Sali Berishën, ke shkelur ligjin, ke shkel statutin e partisë. Ti humb respektin për institucionin e Partisë Demokratike. Pastaj mos priti garë edhe njohje rezultate, kur ti e nis kështu. Apo ja. Po nëse zoti Berisha ka përsërit njëjtin qëndrim, atëherë Alesia Saljani në këtë rast edhe shumë të tjerë të Partisë Demokratike që kanë një mendim ndryshe dhe duan forcimin e Partisë Demokratike, pse akoma vazhdojnë luftën? Çfarë shpresoj? Unë luftën nuk e vazhdoj më zotëri për Sali Berishën. Unë kam për ato qytetarë, kam për gjithë shqiptarët që më inkurajojnë dhe më shkruajnë për ditë, për ato shqiptarë që duan ndryshimin, për ato shqiptarë që duan brezinëri, për ato shqiptarë cilët duan që në këtë vend të bëhet shtet, për ato shqiptarë që janë të lodhur nga korrupsioni i Ramës, për ato shqiptarë cilët kanë humbur shpresën edhe sot nuk kanë një opozit, sepse kjo opozit është bërë paterice pushtetit. Për gjithë ato qytetarë që duan një jetesë më të mirë. Me gjithë të afera korruptive që ka sot pushteti duhet ishte rrëzuar. Pse nuk po rrëzohet? Pse nuk po rrëzohet? Pse nuk po qëndron PD-ja? Të jetë qëndrestare tek protestat. Sepse leadershipi nuk do ta rrëzoj. Rama ruan statusin e tij, Berisha statusin e tij dhe çdo gjë është në rregull. Kush përfiton në këtë rast? Të dy autokratët, Berisha dhe Rama, kush tjetër? Nëse kryeministri Edi Rama përfiton pushtetin, po patjetër dhe Berisha ruan pushtetin e tij në opozit. Është numër 1 opozitës. Apo ja? Ato që dëmtohen në këtë rast janë qytetarë. Janë qytetarët, janë demokratët. Unë për ato e bëj luftën, nuk e bëj luftën për Berishën. Qofse atë protest nuk do ta kisha thirrë Berisha, unë do isha aty siç kam qenë.
Kam shumë vite që protestoj. Dhe bëj këtë sepse besoj te kauza. Po ashtu edhe zoti Lapa e ditën e djeshme bëri thirrje për bashkim të frontit opozitar. Ky bashkim a do sillte diçka ndryshe në të gjithë sektorën politike? E respektoj protestën e tij. Është një sakrificë, më duket është java e dytë që ato po tregojnë një qëndrueshmëri dhe pa diskutim që është për tu përshëndetur kauza e tyre, pasi ato kanë një kauzë të drejtë dhe është një shembull që duhet ta ndjeki faktikisht opozita. Jo të mbajt njëjtat fjalime me tubime me mikrofon që i kanë dëgjuar njerëzit këtu 20 vjet. Çfarë shpreson Alesja? Unë pa diskutim që shpresoj që gjenerata e re dhe pa diskutim të bëj ndryshimin dhe të jetë zëri i cili do t'i japi qytetarëve atë që duhet të ketë sot, që është dinjiteti. Dhe them këtë me bindjen më të madhe sepse dinjiteti është ai që përfaqëson individin, ai që përfaqëson qeverinë. Sot kemi një qeveri të korruptuar, sot kemi një qeveri e cila përflitet vetëm për lidhjet me krimin organizuar, përflitet për afera, përflitet për vjedhje dhe pa diskutim që unë shpresoj që brezi i ri do ta përfaqësoj Shqipërinë me dinjitet dhe të ketë një integritet. Por që t'jenë gjitha këto që unë sapo përmenda duhet t'jenë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por këto zgjedhjet e lira dhe ndershme nuk mund ta udhëheqi këtë betejë, këtë kauzë kaq të madhe morale Sali Berisha. Sepse që aty humbet kauza dhe që aty pa diskutim nuk ka më shpresë. Dhe do jetë për sa kohë të jetë Berisha, e theksoj, do jetë Rama në pushtetin e tij. Nuk jemi larg zgjedhjeve lokale, rreth pak më shumë se një vit më pas, por ajo që pritet të shohim, a është gati opozita dhe më konkretisht Partia Demokratike, duke qenë se në zgjedhjet lokale të kaluara nuk shkoi më shumë se 6 bashki, mos gaboj? Unë nuk e shoh gati fare, sepse nuk mund të shoh gati një opozitë e cila nuk ka bërë analizën e 11 majit. Nuk mund të shoh gati një opozitë që nuk bëri analizën e zgjedhjeve lokale. Nuk mund të shoh gati një opozitë e cila refuzon të vërtetat e veta. Që të rregullosh një gabim duhet pranosh të vërtetën. Mund të kesh gabuar, ti duhet ta pranosh të vërtetën. Si fëmia që kërkon ndjes mbas gabimit, që mos e përsërisi më. Kurse me PD nuk ndodh kjo gjë. PD-ja e bën 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë dhe është kthyer në gallat për qytetarët. Nuk e besojnë më qytetarët, sepse e dinë që në çdo zgjedhje do jetë e njëjta gjë. Ne na vodhën votat. Po këtë nuk e beson më populli. Është lodhur nga kjo. Është e njëjta këngë, e njëjta refren. Prandaj pa diskutim si mund ta shoh gati. Si mund ta shoh gati? Unë ndoqja foltoren me besimin që do ishin figurat e reja. Ku janë figurat e reja? Ku është riformatimi i Partisë Demokratike? Ku janë individët që donin demokratët? Pse nuk bëhet analiza? Pse ruhet me fanatizëm autokracia Sali Berishës? Këto janë pyetjet që ngrihen sot. Dhe një pyetje të fundit, duke referuar përsëri zotit Staliani, sepse e kemi rrotulluar shpeshherë dhe figurën e tij në këtë bisedë që kemi pasur së bashku. Figura e tij bën mirë Partisë Demokratike. Është një djalë i ri, është një djalë i cili ka sakrifikuar lirinë e tij për Partinë Demokratike. Është një djalë i cili në qarqet ku ka garuar ka dalë fitues. Është një djalë i cili ka vite në opozitë, ka vite që denoncon në krimin organizuar. Dhe turp për Partinë Demokratike, që shpikin terma ta shquajtur vetë për jashtim. Kur zoti Staliani është në protest me demokratët. Nga shembulli që ai jep me zotin Staliani, rinia i rrin larg. I rrin larg se imagjino një personi që sakrifikoi lirinë për Partinë Demokratike të i shpik termin vetë për jashtim, imagjinoje si mund silles me një kontributor më të thjeshtë se zoti Staliani. Se zoti Staliani ka pas 2-3 poste dhe shumë kauza në Partinë Demokratike. Ishte edhe rasti i zonjës në Kamës ku Flamur Noka e largoi jashtë sallës vetëm se më shumë se flamuri aty më ka ardhur shumë keq kur pash mos reagimin e Albana Vokshit ndaj një femre për të mbrojtur të drejtat e grave, si kryetarja e pavotuar e gruas që shpreh shumë kohësh.
Si mund të heshtësh ti kur shikon dhunimin në atë lloj mënyre ndaj një zonje? Po janë arsyet edhe shembujt pse PD-ja nuk frymëzon. Pse PD-ja është këtu ku është? Se të refuzosh analizën, të refuzosh të vërtetën, të refuzosh reformimin, pa diskutim që do arrish drejt të denigrimit. Këtë e ka thënë Aristoteli, një forcë politike, thoshte, e cila nuk arrin të rigjenerohet, është e destinuar të denigrohet. Edhe çështja e Partisë Demokratike. Fill pas zgjedhjeve të 2021-shit pati një përplasje brenda Partisë Demokratike, siç dihet tashmë, që nuk është se i shërbeu shumë. Po tashmë që jemi në këtë situatë, a rrezikojmë kemi një përplasje tjetër midis dy grupimeve pra kësaj here Berisha dhe Saljani, dhe sa do dëmtojë kjo akoma më shumë Partinë Demokratike dhe Demokratët? Në rast parë, debati sjell gjithmonë zhvillim. Debati gjithmonë është i shëndetshëm kur argumentet përplasen me njëra tjetrën për të arritur një rezultat. Por këtu nuk ka as debat, dhe këtu nuk ka as zhvillim, dhe këtu nuk ka as argument. Pasi po ta vësh re trajektoren e zotit Saljani në të treja foltoret që ka bërë, nga Durrësi në Gjirokastër në Elbasan, nuk ka qenë kundra Partisë Demokratike. Kanë qenë pro-demokratëve, pro-bashkimit, protestave. Ka qenë kundër Edi Ramës, kundër regjimit. Ndërkohë çfarë kemi neve? Ana tjetër kemi Berishën, që nxorri gjithë demokratët dihen shesh për rrëzimin e Ramës dhe përfundovëm duke rrëzuar Saljanin. E kupton diferencën? Se problemi më i madh i demokratëve dije ka qenë Ervin Saljani. Qartë. Është qesharake. Ajo që po bën zoti Saljani sjell vetëm të mirën dhe zhvillimin e Partisë Demokratike. Kushdo i cili tenton t'i mbylli gojën zërave ndryshme, ai nuk do demokracinë, ai nuk do fitoren. Ai thjesht do të ruaj autokracinë. Kjo është përgjigjja ime. Qartë. Zonja Balliu, faleminderit shumë që ishte me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për analizën që i bë së brendshmi le të themi Partisë Demokratike. Faleminderit.